Aeroporti Suvarnabhumi, Tajland. Ky aeroport është tepër i rëndësishëm për Azinë Juglindore dhe porta kryesore ndërkombëtare për Tajlandën. Ai u hap në vitin 2006 dhe emri i tij në gjuhën vendase ka një domethënie të veçantë, do të thotë tokë e artë. Në përbërjen e tij ka një ndërtesë të madhe qendrore tepër moderne, e cila shërben si terminal, pista të shumta, linjë hekurudhore të dedikuar, e cila çon në qendër të Bangkokut dhe një sistem të sofistikuar të transportit nëntoksor. Aeroporti ndërkombëtar i Kairos, Egjipt. Aeroporti i Kairos është aeroporti kryesor ndërkombëtar që i shërben kryeqytetit të vendit dhe një qendër kryesore për udhëtimet ajrore në lindjen e mesme dhe Afrikë. Hapja e tij zyrtare u realizua në vitin 1963, megjithse historia e fillimeve të projektit daton në vitet 1940, por me një plan zhvillimi shumë më modest. Ky aeroport ka terminale dhe pista të shumta, të konceptuara për të përballuar një vëllim në rritje të vazhdueshëm të trafikut ajror. Duke qenë i vendosur në Kairo, aeroporti është prezantimi i parë me Egjiptin, që shumë turistë shohin kur mbërrin për të vizituar vende të lashta historike që ky vend ka për të ofruar. Aeroporti ndërkombëtar Shanghai Pudong në Kinë. Ky aeroport është një qendër kryesore e aviacionit për Kinën dhe një port jetike për në Shanghai dhe rajonin më të gjerë të deltës së lumit Yangtze. Është një nga aeroportet kryesore ndërkombëtare që i shërben Shanghait dhe një qendër kryesore për dërgesa dhe transport mallrash. Ai u hap zyrtarisht në vitin 1999 dhe që prej asaj kohe ka qenë për herë vendimtar sa i përket ndërlidhjes së Kinës me pjesën tjetër të botës. Ajo është një qendër kryesore për China Eastern Airlines dhe Shanghai Airlines. Aeroporti ndërkombëtar George Bush në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aeroporti ndërkontinental George Bush është i 7 në listë dhe shërben në zonën metropolitane të Houstonit, Texas. Ai konsiderohet një port kryesore ndërkombëtare për zonën, veçanërisht për lidhjet me Amerikën Latine. Që prej vitit 1969, viti i përurimit të tij, ai ka qenë referencë e rëndësishme për United Airlines dhe mban emrin e presidentit të 41 të Shteteve të Bashkuara. Sistemi i aeroportit toksor është shumë i sofistikuar, duke përfshirë trenin e automatizuar Skyway që lidh terminalet. Aeroporti është gjithashtu tepër aktiv në transport ngarkesash dhe mallrash në të gjithë botën. Aeroporti ndërkombëtar Daxing i Pekinit në Kinë, i hapur zyrtarisht në 26 shtator 2019 me qëllim lehtësimin e fluksit në aeroportin ndërkombëtar të kryeqytetit të Pekinit dhe për të shërbyer nevojave në rritje të aviacionit të rajonit Pekin, Tianjin, Hebei, ai është një mrekulli modern e infrastrukturës së aviacionit, i njohur për dizajnin e tij të mrekullueshëm në formë yllideti. Terminali u projektua nga grupi Zaha Hadid Architects. Ai përmban një terminal masiv me një ndërtesë dhe është i 6-ti ndër më të mëdhenjt në botë. Aeroporti ndërkombëtar i Washington Dulles, Shtetet e Bashkuara. I pozicionuar vetëm 26 milje në perëndim të qendrës së Washington DC, ai shërben kryesisht për zonën metropolitane të qytetit dhe është porta kryesore ndërkombëtare e vendit. Ai u ndërtua në vitet 60, dyert i hapi në vitin 1962 dhe koncepti i tij strukturor është i tillë që vit pas viti mundëson zgjerime dhe përshtatje të reja në varësi të kërkesës dhe zhvillimeve ekonomike në tërësi. Fluturimet e menaxhuara prej tij kanë destinacione të shumta globale, të cilat piknisjen e kanë nga pista gjigande. Për shkak të afërsisë me Washington DC, ky aeroport trajton një fluks të konsiderueshëm të udhëtimeve qeveritare dhe atyre diplomatike. Aeroporti ndërkombëtar i Orlandos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është një aeroport kyç për destinacionin popullor turistik të Orlandos në Florida dhe shërben si port kryesore për atraksionet e shumta të Floridas qendrore, duke përfshirë Walt Disney World, Universal Orlando Resort dhe të tjera destinacione të njohura.
Këto karakteristika e bëjnë më të ngarkuarin në Florida. Veçoria e tij është fakti që është i vetmi aeroport amerikan me një strukturë multimodale dhe që ofron shërbim të dedikuar hekurudhor me shpejtësi të lartë përmes Brightline. Duke pasur parasysh vendodhjen e tij, aeroporti është shumë i orientuar drejt shërbimit të turistëve. Aeroporti ndërkombëtar Dallas-Fort Worth, Shtetet e Bashkuara. Ky aeroport është një nga më të ngarkuarit në botë dhe referencë kryesore për American Airlines. Me një sipërfaqe prej afërsisht 69.6 km2, ai u hap zyrtarisht në vitin 1974 dhe që prej asaj kohe ka qenë një motor kryesor ekonomik për Dallas dhe shtetin e Teksasit. Ai renditet vazhdimisht ndër aeroportet më të mira në nivel global për sa i përket trafikut të pasagjerëve dhe ofron linja të gjata me destinacione në mbar botën. Ky aeroport përmban terminale të shumta A, B, C, D dhe E dhe 7 pista të cilat garantojnë operime efikase. Aeroporti ndërkombëtar i Denverit, Shtetet e Bashkuara. Aeroporti ndërkombëtar i Denverit, Colorado është një qendër kryesore e inovacionit në Shtetet e Bashkuara dhe është i njohur për madhësinë dhe kontributin e tij të rëndësishëm në ekonominë e rajonit. Është i njohur për shtrirjen e tij të madhe duke mbuluar 137.8 km2, duke e bërë të dytin ndër aeroportet më të mëdhenj në botë. Ai u hap më 28 shkurt 1995 dhe është një katalizator i madh ekonomik për Coloradon, duke gjeneruar miliarda dollar çdo vit, që prej asaj kohe konsiderohet ndër më të ngarkuarit në Amerikë dhe globalisht, duke kapur rekorde nga viti në vit. Terminali i tij ka një dizajn të veçantë me çati në maj dhe pista të shumta të cilat janë konceptuar për të përballuar fluks të lartë trafiku. Aeroporti po i nënshtrohet vazhdimisht projekteve të zgjerimit dhe modernizimit për të akomoduar rritjen e ardhshme. Roli i tij është jetik në turizmin dhe ekonominë e rajonit. Aeroporti ndërkombëtar King Fahd, Arabia Saudite. Me një sipërfaqe përafërsisht 776 km2, ai është aeroporti më i madh në Arabinë Saudite dhe mban gjithashtu titullin si aeroporti më i madh në botë. Ai ndodhet në Dammam, provinca lindore e Arabisë Saudite, një zonë kjo që është dukshëm më e madhe se shumë qytete përreth dhe e njohur për rëndësinë e saj në sektorin e industrisë së naftës. Ai u hap për udhëtarët në vitin 1999 dhe është qendra kryesore e kompanive më të mëdha ajrore të vendeve të Golfit. Aeroporti ka një terminal modern me një gamë të gjerë shërbimesh dhe 2 pista paralele të cilat mundësojnë operimin me kapacitet të lartë. Terminali ofron një shumëllojshmëri dyqanesh, restorantesh dhe duty free shops. Një vëmendje e veçantë me hapësira të dedikuara i kushtohet klientëve premium, vendas dhe ndërkombëtar. Ashtu si në të gjitha aeroportet në Arabinë Saudite, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm dhe të respektoni zakonet dhe traditat lokale.